Do me thonë, qaq rollë që shina me këtë mikun tim, I kish pas hup 14 kilogram, unë e se ko morë vesh. Ku je, more Korab? Dhe jo gjatë, që tash. Për 2 muaj, a? 2 muaj. Si e Korab? Mirë. Ku të kemi gjatë kësaj kohë, sepse realisht u bë një kohë që nuk të shohim shumë aktiv në skenë, si kur e ke bo një farë distancime prej skenës muzikore momentalisht. Pikës pari falemderë shumë për ftesën, është gjithmonë kënaqësi me qenë me ty në studio. Dhe Adelina nuk ka ndonjë arsye kryesore përveç ndoshta e ka kërku koha me unal pak me reflektu për me bo diçka tre, me bo diçka pak ma ndryshe, që ne gjithmonë e kërkojmë atë, jo vetëm, se me thonë, jo vetëm këtë kohë, po çdo ditë, unë nuk jam shkruar asnjëherë prej muzikës si kompozitor, si producent. Pjesë të cilat publiku nuk I sheh. Absolutisht. Pjesë audiencë. Po, për këtë pjesën e këngëtarit, ose dalin në skenë, po, sepse them edhe po bindem ditë për ditë që ishte një kohë jo e mirë, për muzikën e mirë. Ishte një kohë jo e mirë për muzikantët e mirë. Ishte një kohë e vështirë për muzikantët e mirë. Po sepse ishte fryma e tillë, ishte frymë jo e mirë. Dhe me thonë, ishin disa zhandre të cilat vetëm art nuk kishin. Gjithçka tjetër kishin, po art nuk kishin. Edhe mendoj që ato kalun, po bindem ditë për ditë që ato kalun. Se mendon se kalun? Po mendoj që kalun sepse këngëtar të mirë, këngëtar të famshëm edhe të mirë, jo vetëm të famshëm, tash po mbajnë koncerte. Jo që për mu gjithmonë kur kam dojtë prej fillimit ka qenë ëndër që të shoh kolegë tashëm e atëherë dikur idhuj që të majnë koncerte edhe në Kosovë, jo vetëm jashtë. Unë kam qenë në Evropë, në botë, kam pa koncerte të yjeve të mëdhej, të cilët unë I kam shumë për zemër. I ndëgjoj çdo ditë dhe du të bëj diçka si ta. Edhe du spaku t'ju afrohem, të mundohem t'ju afrohem. Edhe kur I kam pa në koncerte, gjithë atë spektakël, me atë ndriçim, me atë skenë, me atë band, që kemi muzikantat fantastik këtu edhe gjithkun, se muzikantat shqiptar ka sa të dush dhe ka të mirë, por nuk marrëshim koncerte. Tash erdhi koha që kjo po ndryshon. Tash ashja e publikut I ka bo me ndryshu, apo është një farë vetëdijsimi kolektiv? Vjen kjo, me kohën vjen vetë, do të më ngop. Unë ngopën me gjanat ju të mira. Unë mendoj ashtu. Edhe ka ardhur një kohë e cila po kërkohet kualiteti, me të vërtet po kërkohet kualiteti, edhe po mbjen shumë mirë, jashtëzakonisht mirë, po ndihem shumë mirë që po mbajnë koncerte të mëdha këngëtar të cilët ja vlejnë. Po të ti personalisht, Korab, qysh po ndikojnë këto shkputjet e her pas hershme? Nuk është I lehtë rikthimi, nuk ka me qenë I lehtë, rikthimi në aspektin e këndimit, thash edhe njëherë që si kompozitore, si producent asnjëherë s'kam heqë dorë, por nuk do t'jeti lehtë për arsye sepse qëllimisht ajo se çka kam dashur dhe çka dua të bëj, domethënë në këtë kohë është të sjellë diçka të mirë që kam menduar gjithmonë, nuk kam heqë dorë prej të mirës. Edhe atëherë, edhe çdo herë kur kam punu, kam munduar me sjell spaku melodi. Jo këngë pa melodi. Domethënë edhe sot mundohem të sjell melodi, edhe do ta kuptoj më vonë se e kishte të mirën e vet, apo I ka edhe mangësitë e veta që sigurisht që I ka. Kjo është shkputja ime prej një kohe. Por nuk jam pishman në asnjë moment, për arsye sepse e di që në atë kohë, ndoshta, s'po them, po ndoshta kisha mujtë edhe me gabu me ndonjë këngë të cilën, ose me ndonjë bashkëpunim me të cilën nuk do t'ja vlente. A ka pas momente kur ke mendu krejt me hek dorë prej këngës? Asnjëherë. Unë nuk muj pa muzikën.
Për mu është jeta është muzikë, muzika është jetë. Unë çka do që bëj, do më thonë e bëj me muzikë. Nuk ka, do më thonë, pa një ditë s'po them pa punu, se normalisht që ka ditë pa punu, po pa mendu për muzikën, se gjithçka që sillet rreth meje është për muzikë. Po s'kena, ka qenë pikpyetje ndonjëherë në idenë që ke mujt me qenë në rolin e profesorit, në rolin e muzikantit, kompozitorit, po me hek dorë prej asaj që po ndodh momentalisht në skenën muzikore. Kam qenë gjithmonë, e kam mendu me qenë, e kam mendu me qenë ai ushtari i fundit për me majt melodinë e mirë bashkë me disa kolegë tjerë. Me thonë, edhe para shumë viteve, sepse në kohën kur dola unë, s'ke në 2008, me 13 maj 2008, edhe në atë kohë nuk kishte, me thonë, indicje që po vjen një muzikë si cilën, edhe ishte edhe në momenti, edhe në atë kohë ishte, dhe me thonë. Ishin dy zhandre që s'duas me përmend emrin që të cilat ishin top. Do të thonë që faktikisht s'thonin asgjë. Bëjshin shumë këngë, jashtëzakonisht shumë këngë. Një artist cili bën 5 spote, 6 spote, 7 spote. Tuja emrin se na krejt të studio, e mirë presim ato që ka me thonë se dhe këta allergjik janë ndaj aty në kongve. Nuk kam emra, nuk kam të bëj me emra, absolutisht. Jo, po flas për zhandret, Për zhandret, ato është zhandret që i din gjithë. Ato zhandret që kanë qenë. Edhe një këngëtari cili bën 6-7 spote, edhe në fund, mas 2 muaje, do të me nxjerr tjetrin, sepse nuk jetoj ka asnjëna prej tyre. Më thonë, unë sa herë kam punu, jam mundu me nxjerr një këngë në cilën do sezon. Sidomos sezonën e verës. Që koha e ka kërku një këngë. Sezona e ka kërku një këngë. Po jashtë sezone kam nxjerr edhe ma shumë, edhe ma shpesh. Por asnjëherë duke mendu që ta nxjerr dytën mas të parës. Që e dyta ta mujt parë. Më thonë, kam mendu me nxjerr një edhe me pas atë këngë. Ajo këngë me jetu. Sot deri tash i kam 53 këngë dikun që i kam të publikume. Disa për ty janë edhe për punime, por të gjitha ato që i kam bo, unë asnjëherë s'pendohen për aso që i kam bo. Të gjitha janë me spaku për mu, edhe me atë se çka kam mendu me bo, janë me plot vetdije të bo me ashtu si që janë. Me kuptim edhe me ide me gjitha. E patëm disa biseda para kësaj bisede që po e bëjmë publike dhe ndër tjera është bisedum që je duke punu në disa projekte muzikore që dënë me u rikthy në skenën muzikore. Çka je të punu momentalisht? Në çka konkretisht? Konkretisht jam të punu në albumin e ri. Është një album ma ndryshe. Është një album i cili e thot shumë. Bashkëpunëtorët të cilët i kam përzgjedhur në album janë njerëz të cilët janë artist në shpirt dhe nuk kam mendu kësaj herët të punoj, si me thonë, t'i bëj gjitha vetë, qysh zakonisht i kam bo, po mundohem me shkëmby ide, qoftë për orkestrim, qoftë për miksim, qoftë për incizim, qoftë për instrumentim, etj. Edhe po mundohem me sjell një album i cili është normalisht i kohës, me këngë të reja, me ritme dhe melodi dhe të gjitha këto çështje teknike të kohës, por gjithmonë duke u fokusuar te melodia. Të pas melodinë dhe kuptimin mbrapa. Po prej këngëve të vjetra, cilën këngë e këndon më shpesh? Prej krejt këngëve që... A dalim sonte. A dalim sonte? Valla më ka marrë malli me ngu. A e kështë kru edhe sot? Me djemët? Po, po thot. S'kena për ty.
nga loqka e zemrës, sonte me dal. Ta shijoj buzën tënde, ta them një fjal. I kam një mi arsye, do t'i shpjegoj. Troket zemra nga brenda, të dashuroj. Që një arsye të dalim sonte, kjo natë është veç që jona. Qfar të zemra me të mua ma tërgo, e po përkshme do të jesh më beso. E ja ti më ngat, e më të gjo, shpirtin tim veç ti më ngro. Sa po matëm ti po buzët mi largon, e nuk e di se mua më lëndon moj. Do të ras nga loqka e zemrës, sonte me dal. Ta shijoj buzën tënde, ta them një fjal. I kam një mi arsye, do t'i shpjegoj. Troket zemra nga brenda, të dashuroj. Merë pra guzimin e ma tuaj sonte, kjo natë nuk përsëritet. E ka vullën e arsyes që më doj, ndje që natën e pran me e ti valzo. E ja ti më ngat, e më të gjo, shpirtin tim veç ti më ndro. Sa po matëm ti po buzët mi largon, e nuk e di se mua më lëndon moj. Të t'ras nga loqka e zemrës, sonte me dal. Ta shijoj buzën tënde, ta them një fjal. I kam një mi arsye, do t'i shpjegoj. Troket zemra nga brenda, të dashuroj. Dashuri, oj mja dashuri, nuk jetoj unë dot pa ty. S'vlej pa ty, jo, 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 jo. Dashuri, oj mja ku je ti, nuk jetoj, jo, s'jetoj pa ty. O nuk jetoj, come on! Të t'ras nga loqka e zemrës, sonte me dal. Ta shijoj buzën tënde, ta them një fjal. I kam një mi arsye, do t'i shpjegoj. Troket zemra nga brenda, të dashuroj. Troket zemra nga brenda, të dashuroj. A din që am gëzën shumë kur buni krejt dyqysht profesionit edhe kryni shpejt e lehte. E kur apëson pas ka morë malli, sa vjet I buni kjo kong? Po I bën 20 vjet. Se a din që am u kujtu, a kujtojt slati veror që e bëjshim? Që zhengojshim këtë kongë. Unë ti jemi rrit bashkë. Vala po, po mërej profesionalisht jemi rrit bashkë. është qashtu është, dyqysh e kemi... Në atë kohë 2006-2007, që të dy. Kogja do vjetë u bërnën, realisht kogja do vjetë u bërnën. Nëjse, unë e pak ma edhe punën e 2009. Edhe këtë kur shkishëm slati po unë e di kure kënëshim këtë kongë kështu me plët vullnet, entuziasm. Amo kjo thët që këto kongë nuk disin kur, ha? Dhe thët unë e tekstin komplet për manë që ditë kësoj kongë. Edhe shumë mirë që kemi njerë që punojnë për pikrisht për këto, që mës me vdik kongët edhe me I kujtu, edhe me ngu, edhe pas shumë vitesh. Kur jemi tek vitet, po të kthej krejt pasën kohë, sepse gjatë kësaj bisedë ndalim edhe reflektojmë në për etapat ndryshme tjetës, kështu që po du me të kthy tek fëminia jote. A e kujton shpesh fëminin edhe atëherë kur e kujton çka ndjen për atë periudhë kohore? Unë I kam dy, dhe më thonë, si fëmi, I kam dy etapa. Etapën si fëmi kreti vogël edhe dhe më thonë, e ndajnë mes Drenicës edhe Prishtinës, Skenderajt edhe Prishtinës, sepse deri në vitin 94 kemi qenë atje, jo let, edhe në Prishtinë gjithashtu, por me një, si me thonë, me një ndryshim të cilin për ne fëmijët ishte I madh për arsye sepse qyteti, hapësira, shoqënia, rrethi e bën vetë. Edhe kjo ka bo me, dhe me thonë, Prishtina ka dhonë shumë të unë, jashtëzakonisht. Prishtina ka dhonë shumë, sepse këtu kam gjetë një... Prishtina të bën për vete, dhe me thonë, është... Nuk e di nëse ka ndonjë vend si ky joni, me gjitha peripecite, me gjitha problemet që I ka, por në fund është ajo që ne kemi për zemër. Dhe
ato se çka kam gjetë në Prishtinë nuk e di nëse do t'i gjeja dikun tjetër. A do të tash që jam ma vetit ma shumë prishtinalisë Drenicak? Unë jam maj vetit shqiptar, mas pari kështu edhe i patjetërsueshëm, pastaj këtë tjera tjenë. Me letra besojnë komun këtu je? Me po, unë jam i vetmi i familjes i lindur në Prishtinë. Si i lindur. Si i lindur. Prishtinali u kry puna. Çfarë ndjen kur e kujton fëminin të korab? Çfarë ndjesie t'ja? është e mirë. Fëminia jonë ka qenë pak... Familjarisht. Realisht me fazat ndryshme, me shumë tranzicione, me shumë ndryshime. Kena përjetu krejt tranzicionet e mundshme të këtij shteti, po më duket. Absolutisht. Ishte edhe tranzicioni si shtet, po ishte edhe tranzicioni si evoluimi i njerëzimit dhe shoqëror dhe teknologjik, që ishte domethënë dul interneti në vitin 97, 98 ne kishim internetin të parë të në lagje, se ishin do djem të ri që ishin super aktiv, edhe kështu që, po, sa i përket fëminisë, ka ana familjare kanë pas ngrohtësi të jashtëzakonshme. Familjes ngushtë dhe familjes gjanë. Si ka ana e babës, ashtu dhe ka ana e nanës, domethënë. Kemi një lidhje të jashtëzakonshme. Sa i përket pjesëve tjera, normalisht, qysh e dim gjithë, ka pas probleme të llojeve të veta, pikërisht për arsyen pse jemi shqiptar, por mendoj që të gjitha te kalohen kur rrethi i ngushtë, familja e ngushtë, njerëz që i ke afër, i ke ata që të mbështesin, të ruajnë edhe të dojnë, edhe në momentin kur ti si aty. Domethënë, unë kam fatin e madh që kam 2 prind mrekullueshëm dhe kam 2 vëllezër të mrekullueshëm. Domethënë, prej vëllezërve unë kam dhënë, kam marrë shumë dhe vazhdon me qenë e njëjta lidhje që ka qenë prej fëmijë. Bile edhe akoma më e madhe. Kështu që kur i ke vllazninë e mirë, patjetër del i mirë. Kur i ke, unë nuk kam motër, por sigurisht edhe më e mirë do t'jetë edhe me motër, do t'ishte edhe me motër, por prej vllazëve unë kam marrë shumë edhe kam dhënë shumë të vllazëve. Po qysh ruhen raportet vllazërore në një kohë të tillë? Unë gjithmonë i referohem asaj çfarë po ndodh momentalisht, çfarë na shohim edhe për çka jemi të vetëdijshëm. Absolutisht, absolutisht. Nuk e di, me t'regu drejt, nuk kam kështu ndonjë recept, por e ruajmë shumë njëri tjetrin, ne kemi shumë, domethënë nuk edhe në të mirë edhe në të keq, jemi për njëri tjetrin aty. Nuk ndodh na mos më dëgju një herë në ditë në telefon. S'paku, nuk ndodh. Ka shans. Nuk ndodh me mos me e di, domethënë se një vëlla ka pas një problem. Edhe unë se kam ditë. Ose unë kam pas ai se ka te ne nuk mundet me ndodhi. Domethënë, vëllezërit kemi një lidhje fantastike. Lidhje nuk u shkput as pasi krijuat familje të tjera. Asnjëherë, kur asnjëherë. Edhe fatmirësisht edhe bashkëshortet tona janë, domethënë, kanë një kontakt edhe kanë një shoqëri, domethënë, të cilën e kanë kriju shumë natyrshëm. Jo pse janë bashkëshortet tona, por ato kanë kriju vetë. Nuk thu që nuk janë ditë të imponume në bazë të raportit që ju e keni po? Jo. Unë ashtu s'paku, ashtu e shoh. Por kjo vjen, domethënë se unë mendoj që Adelina që njeriu çka sheh bën. Qysh i sheh tjerët ashtu edhe vepron, domethënë pjesën e familjes. Ato na kanë pa neve sa të lidhën jemi me njëri tjetrin. Edhe sa sinqerisht i flasim njëri tjetrit. Domethënë, më duket se prindet janë ata të cilët e kanë meritën më të madhe, absolutisht, por edhe kjo nevoja për ta pas njëri tjetrin afër, edhe koha ndoshta që kemi kalu, edhe peripecitë të cilat i kemi kalu, si fëmijë, po edhe duke u rrit. Pastaj 2 vëllezërit, Gojarti dhe Deni, shkuan në Amerikë për një kohë, edhe ndoshta edhe ajo por nuk e kemi ndërprej asnjëherë. Pra je i parimit që vllaun e ke edhe shok, e ke edhe vlla, e ke edhe pjesë pandashme të jetës tënde. Absolutisht.
Bile me tërgu kështu Deni, lloj vogël, ka qenë disa klipet të para të mia. Është edhe pjesëmarrës në klipe aty. Por mos ta diskutojmë pjesën organizative mrapa, që ka qenë gjithmonë aty. Te 5 klipet e para, Deni është gjithmonë aty. Ka bajt kabla, kamera, këto, skenografi, ka qenë aty. Bojarti ka qenë në punë, normalisht që ka pas kohën e limituar, por Deni ka qenë gjithmonë me mua. Dhe bile Deni është ai i cili gjithmonë na mbledh më shumë, na afron më shumë. Është interesant, është shumë i kujdes. Shumë kora, besëm që bëhet qefi shumë edhe gëzona shumë kur ndëgjoj rastet të tilla në familje, sepse na ka... Kjo foto është para 2 ditë, më falë. Na ka kop kjo dinamika e kohës edhe zhvillimeve, krejt fast food janë këto të momentet. E kuptoj, e vërtet është. Mandej unë mund bëhet qefi shumë kur ndëgjoj rastet të tilla. Faleminderit, kjo është e vërtet që po e them, që këtu jemi kur kemi qenë... Çfarë roli mendon në të fasë të jetës edhe ma herët e kam pas prindrit kora në formimin tënd, në ato se kush je sot, për te muzikës, për te profesionit, në ato se kush je sot si njeri? Absolutisht që kanë roli i tyre është i jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm për arsye sepse njeriu, unë mendoj që njeriu me fjalë merr vesh. Na ka fol shumë. Nuk jo ndal asnjë moment duke na fol. Këtë du të me pas kujdesik. Në me thonë njeriu me pas aq shumë vullnet, që për fëmijën është e pa diskutueshme, por me pas aq shumë energji, po edhe dëshirë në aspektin që mos me ulodh në asnjë moment duke i fol fëmijët. Edhe momentet të cilat sidomos baba i kapte kur ishim vetë unë e aj, ose aj me vllaun tjetër, në vetur, në udhëtime, që të gjithë kohës, pa marrë parasysh sa ka qenë udhëtimi, mund t'jetë 3 orë, 4 orë, 5 orë, gjithë kohës, këta kështu duhet me babin, këta kështu me babin. Cili është një muhabet me babën që e mon men edhe sot? Po i ke po i ri, i vogël ashta? Ka shumë, unë kam nejtë mas shumë ti me të. Unë mas shumë ti kam kalu kohë me të, sepse në ka lidhë profesioni. Kam shumë kujtime të bukra, kam shumë këngë, gjitha këto dhe më thonë, shumicën e këngëve mas luftës, ose disa prej këngëve mas luftës të Ilirit i kemi realizu bashkë në studio, po edhe të këngëtarëve tjerë të moshës ti. Dhe një fjalë edhe një diçka që une gjithmonë e them është se më thëjke edhe më thotë se duhet t'jesh i vërtet. Duhet t'jesh i vërtet. Pa marrë parasysh që ka bën, duhet t'jesh i vërtet. Si në të mirë, si në të keq, si në gabim. E vërteta gjithmonë është e vërtet. E vërteta nuk bërtet. E vërteta fulqet, por e thot ato që duhet me thonë. Si sot, si mas 10 vjetë, si mas 20 vjetë, e vërteta është e vërtet. Edhe gjitha jo karjerë e ti, është mas e vërtet, sepse ajo është i vërtet. E ka qenë i vërtet gjithmonë. Në gjithçka që e ka thonë, ka qenë logjike, ka qenë e vërtet, edhe ka qenë e bazume te dëshirat e popullit. Shtu që, më mendoj që njeriu, kur është i vërtet, çdo gjë tjetër realizohet edhe realizohet në mënyrën më të mirë. Kur jemi tek zotëri Ilir, unë personalisht edhe besoj shumica e shikuesve janë shumë kurioz me ditë pse ka zgjedh me pas një farë shkputje prej skenës. Në një kohë ndoshta kur aktualizohet e reaktualizohet në çdo moment të mundshëm të shtetit tonë, në çdo ngjarje, në çdo festë. Muzika e ti është e përjetshme, këngët e tina janë të përjetshme, janë ato që dëgjohen, janë ato që bërtasin, edhe ai kur rrinë në heshtje. Pse kjo zgjedhje? Unë mendoj që mund të jenë 2 deri në 3 arsye. Arsyeja kryesore, Iliri nuk ka qenë komercial asnjëherë.
në aspektin as për marketing, as për famë, as për është. Ide ato që ka bo me mision, ka pas misionin e tij. Edhe pavarësia e Kosovës ka qenë një farë, mos me thonë përmbyllje, po përmbushje e misionit të tij. Me thonë, me sa unë e kuptoj, ai është i përmbushur me pavarësinë e Kosovës. Se pikërisht me pavarësinë e Kosovës në vitin 2007, në albumin e fundit që e kanë nxjerr, është pranë diellit. Edhe nëse e merr e analizon rrugtimin e tij, albumi i parë titullohet Plisa të thojnë ka dielli. Albumi i fundit në thojza titullohet Pranë diellit. Ndoshta ky mund të jetë albumi i fundit. Edhe pse një përmbledhje më vonë është bë prap, artisti merituar në vitin 2012, po është bë prej më shumë në mënyrë ose prej dashamirëve që e kanë realizuar një album ekstra, ku ndërtohet edhe kjo konga e fundit që tashmë ka bë bujt madhe në Sufet Tahir Gashani, do thonë kongë për dëshmorët nga Drenica. Edhe e dyta që mendoj është që ajo koha e qasoj erës të keqe që ishte një kohë që e përmendëm fillim. Po edhe pse ishte ajo kohë dhe ajo erë, këngët e tij u këndojshin, edhe nëse për artistëve tjerë, edhe veç nëse... Po nuk mundet i liri me shku me dalë me një skenë me një X të cili nuk thot asgjë. Me një X i cili e ka një këngë X ose 100 këngë X e cilat nuk thojnë diçka. Nuk ja lejon vetit. Unë menoj që nuk ja lejon vetit. Edhe nuk duhet me ja leju vetit. Unë kam pas shkputi që jam shumë më i vogël se ai, që jam shumë më i ri se ai, që jam shumë më... Me thonë që nuk kam atë këngë sa ka. Me thonë, unë se kam një vetën mirë kur kam dalë me një X njeriu, të cilit kënga e tij s'thot kur gjë. Po unë mund garoj me një artist i cili është tamam, si duhet. Po, pa probleme që. Por jo me ata të cilët muzikën e shohin vetëm si trampolin për me shku diku tjetër. Ose diçka tjetër, janë idetë e tyre, janë mendimet e tyre të cilat për mu as nuk më interesojnë. Por, artistët e vërtet janë ata të cilët edhe njerëz, çështja njerëzore është ai i cili në shtyllën kurrizore është gjithmonë i drejtë dhe i vërtet për ato që folëm më herë. Unë kam dalë, kam bë pjesën time, në që ato që e bëj gjithmonë, dhe nëse një X tjetër del pas me ose para meje me këngë të cilat vetëm këngë nuk janë, mundu më në nda skenën, vjen shumë keq. Dëgjova, nuk e di sa është e vërtet që nuk do t'jetë pjesë as e mbledhive të ndryshme familjare, ku ka qenë ndoshta edhe vetë si surprizë në një event të caktuar. A qëndron kjo? Po. E kjo zgjedhje pse? Po është Iliri nuk ka qenë, më thashtë dhe njerës, ka qenë komercial edhe s'ka qenë i dasme asnjë herë. E di, ka qenë për shkak të dëshirës së madhe të njerëzve për me pas, me një këngë ose dy. Në kohë të fundit ka shku vetëm në disa familjarë, të cilët ka pas, i kemi njerëz të afërt edhe të shokët e tij që i ka pas, që i ka shumë për zemër edhe normalisht si shok. Për ndryshe kështu jo. Do të është tërhek duke e pa realitetin, duke më se ndje vetëm pjesë të asaj që ka pëndodh në muzikë, po pjesë e studiove televizive për shembull, sepse ti e din sa fort e duhet dhe ti e din që sa ku e lus për të qenë në një intervistë bashkë, në një bisedë bashkë, më mirë themi, nuk do me ndëgju për atë pjesë. Ajo është diçka personale, cila edhe për mu është, edhe unë nuk e di. Nuk e di, më thonë. Dhe të thjesht është një vendim i ti? është një vendim i ti që të cilin nuk edhe është dëshire e ti, a i do në ashtu edhe nuk përderisa i... Neve veç në mbetët me respektu. Mundet me thonë nuk ndije mirë dhe në regullë. Sakt, neve veç në mbetët me respektu. Por mendoj që i duhet. I duhet muzikës shqiptare akoma. Pa diskutim. Se ka shumë për çka me thonë, edhe Kosova, edhe muzika shqiptare ka nevojë për njëri tillë. Ka shumë nevojë. Pajtohem plotësisht. Jo vetëm për të, por edhe për disa tjerë të cilët pajtohem plotësisht. Korab, a ma shumë ka qenë për ty
bekim apo barë me u rrit në një familje ku muzika ka qenë pjesë e identitetit, pa diskutim? Përgjithësi e madhe. Barë, përgjithësi e madhe për arsye sepse ke qenë gjithmonë i kujdesshëm prej asaj që ke. Sidomos para mrije ke pas mas. Absolutisht. Pastaj edhe kur kaloj edhe shkolla, kur filloj edhe arsimimi, edhe ishte një barë e dytë. Dhe me thonë, këto janë arsyet, por që mendoj që janë të mira, që nuk... Se ndoshta në një moment, kur je i ri edhe gabon, ke mundësi me gabu. Sepse koha ishte e tillë, për që po e përmendin disa herë. Edhe ndoshta është mirë që ka qenë kështu, sepse i ke disa kufi, i ke disa limite, je mrenda ati planit të cilit e ke bo, të cilit pak, ose aty në teshave që të cilit janë, si me thonë, janë prej për ty, edhe bën vetëm ato të cilën e din se është më e mira edhe e din se është e duhura. Këtë e thu tash në moshën edhe pjekurin që e ke, apo e ke mendu gjithmonë? Gjithmonë. Përderi sa ka nga dali mësonte mas 20 vjetë ala këndohet, dhe më thonë që unë ashtu kam mendu prej fillimi. Unë nuk kam mendu asnjëherë me bën një këngë të cilën unë jam pishmon prej asaj që kam bë dje. Asnjëherë. Asnjëherë në jetë nuk jam pishmon prej çdo pune që kam bë deri tash. Deri në këto momente, unë për asnjë gjë nuk jam pishmon. Kështu që gjithmonë kam mendu si i tillë, kam pas mendime të tilla, edhe jam shumë i lumtur për këtë. Po, folëm për babën Korab dhe rolin e tij që e dim që është i padiskutueshëm në jetën tonë, po pak e përmendëm nanën, edhe unë e besoj që nana ka qenë një farë ambrelle në familjen e juaj, në shtëpinë e ju veç me burra, derisa kanë ardhur nuset. Jo e lehtë, kuptohet sepse ti kesh 4 mashkuj në shtëpi, kush i ka e din. Kështu që ne në përgjithësi jemi shumë mashkuj. A mo i keni qëllu të marë? Po. A nanën e kemi, lumë na që i kemi edhe lumë ata që kanë nanë. Edhe unë mendoj që nana na ka bërë këta që jemi se. Nana na ka bërë, se nana i bën fëmijët. Nana i bën fëmijët kush janë. Se mendon kështu? Nana i bën fëmijët, nana nëse fëmijët kanë karakter, punëtor, vullnet, njetë, është merit e nanës. Nana është gjithmonë alfa dhe omega e një fëmijës të cilin ai kërkesat e tij për jetën, humaniteti i tij, vullneti i tij, dëshira e tij, energjia e tij. Domethënë këto janë pjesë të cilën veç nana t'i jep. Ti shumicën e kohës, edhe ne shumicën e kohës kemi qenë me nanën. Edhe nana na ka dhënë prej shpirtit ato se çka e ka mendu, edhe na ka ndihmu në perceptimin e gjërave në mënyrën njerëzore. Jo ta mendojmë jetën me matematikë, jo ta mendojmë jetën, jo ta bëjmë një, si me thonë, të gjejmë rrugë. Nana na ka treguar mënyrën e sinqertë se çka duhet të jesh. Ndoshta asnjë fjalë të mos e thonë. Asnjë fjalë. Vetëm mënyra se qysh ajo, domethënë, sillet, çfarë njeriu është, si shprehet me ty, si shprehet me tjerët, sepse thash se njeriu çka do që sheh e bën. Kjo është mrekullia që quhet nana. Domethënë nuk ka si nana, nuk ka. Nuk mundun me pas tjetër si nana. Çka ke marrë prej prindërve, Korab, që për ty ka qenë e rëndësishme me trashëgu tek fëmijët e tu?
Unë kam marrë, përveç talentit që shumë prej njerëzve tashmë edhe na ngatrojnë me për shkak të vokalit. Mendoj që kam marrë vullnetin dhe dëshirën për jetën, pozitivitetin edhe krenarin të cilën e mbartin prindët e mi. Prindët e mi janë dvedishëm për çdo gjë që bojnë, edhe janë shumë krenar për gjithë ato se çka i kanë arritur në jetën e tyre, edhe këto i kanë transmetuar te ne të tre. Ne të tre jemi pak a shumë si njëjtë. Domethënë, përveç që jemi vëllezër, jemi si trenjak. Cile shpesh herë na thojnë se jemi shumë afër, unë në Gojart jemi 1 vjet e pak, dhe me Denin gjithashtu jemi as 2 vjet si kemi. Kështu që dukemi edhe si njëjtë. Edhe kjo mendoj që është meritë e prindve. Është meritë e prindve se kanë mendoj që ka qenë shumë e vështirë, sidomos për nanën, po them prapë sepse koha kur kemi jetu dhe ku kemi jetu ka qenë shumë e vështirë. Me shumë probleme. Problemet elementare, pa ujë. Ujë s'ka pas. Me thonë edhe një nanë me 3 fëmijë e vetme në një shtëpi dikun gati në mal, atje në Skënderaj, edhe mi arrit dhe mi bot 3 djemë të cilët kanë arritur në jetët e tyre. Është transmetim i gjithë asaj njerëzillakut, edhe vullnetit, edhe dëshirës të madhe për të jetuar jetën ashtu siç duhet. Këto e kanë transmetuar prindërit. Amo ja keni shpërbly këra, besoj unë, sepse kur ju sheh juve kështu siç ju sheh, është shpërblimi më i madh. Edhe ndoshta kreta do ka vetë që janë haru tashmë kur e sheh krenarin. Krenaria ndoshta unë besoj mbizotron jetën e saj. Po. Mendoj që me familjet që i kemi tashmë, edhe me punët që i kemi, edhe me shoqërinë që i kemi, me mënyrën se si sillemi me njerëz, me mënyrën se si punojmë me njerëz, se sa jemi korrekte, sa na dojnë dhe i duam njerëz, na tregon që jemi munduar s'paku t'jau shpërblejmë prindëve tanë, të gjitha të mund që i kanë bërë. Krab, kësët që je bab vetë, ose më sakt, kur u bon edhe bab vetë, çka kuptove ma shumë prej jetës, prej prindërimit, prej asoj që prind kanë kalu? Para e punës, më thonë, është që ke bo ke marrë një vendim tjetës tonë të jashtëzakonshëm, që ke pranu dhe ke pas fat ta kesh në krah një njeri të jashtëzakonshëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse arrin ta kesh njeriun e duhur në krah, për çfarë do lloj gjoje, si në familje, si në punë, si në gjithçka, atëherë ti automatikisht edhe gjithmonë do të jesh i suksesshëm. I suksesshëm familje, i suksesshëm punë, i suksesshëm gjithçka tjetër. Po çu kuptove që lulja është... Nuk e kuptova. është sepse ke qenë i ri, në fakt... Nuk e kam kuptu. Nëse them që e kam kuptu, dhe më thonë nuk e them të vërtetën. Unë kam mendu se është e duhura, por me kalimin e kohës dhe sot që po i bëjmë me lullën, po i bëjmë afër 20 vite bashkë. Edhe 2-3 vite i bëjmë 20 vite me lullën bashkë. Edhe po e kuptoj që kam pas fatin e madhë, shumë të madhë, të jashtëzakonshëm, ta kemi një njeri të jashtëzakonshëm afër. Sepse ashtu qysh e ka pas fatin edhe baba e, ashtu edhe unë e kam fatin. Një njeri që veç shef me të përkra, veç shef ti qysh me jesë për para, veç shef qysh ti me mos mundal, qysh ti mos me pas probleme, qysh ti me pas ma të lehtë jetën. Dhe thonë, kjo është një vetëm ndoshta hyjnite kanë këtë punë.
Edhin është absolutisht merit e familjes, të saj, por edhe të Lulës, e cila është një njeri e cila absolutisht kërkon shumë për jetës, bën shumë për jetën, edhe ndihmon shumë të tjerët. Një njeri e cila punon, një njeri e cila kujdeset për familjen, edhe një njeri e cila e ka edhe një punë të tretë e cila është burri vetë, që nuk është kollaj me jetu me një këngëtar. Nuk është kollaj. Për arsye sepse kush e ka e din që peripecitë të mëdha, sidomos në kohën kur ne jetojmë sot, me të gjitha ato lajme të roze, me të gjitha ato problemet, me të gjitha ato të pavërtetat, të cilat sillen rreth teje, flasin për ty, edhe ti apet me qëndru me qenë ajo që me thonë që unë ty të besoj dhe si besoj kujt tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme, gjë që ty ta heq një barë, ta heq një pjesë të cilën as nuk e mendon. Unë kam shku në gjitha vendet e botës, asnjëherë problemin më të vogël nuk e kam pas. Mos mendon kështu, mos mendon ashtu. Më bën ndonjë problem apo gjanat të cilat edhe ndodhin. Kur njët, asnjëherë deri tash. Megjithatë, martesa e lumtur nuk është veç e njanshme, është edhe ajo çka jep partneri mashkull ose çka bojnë të dy të bashkë. Për ty, çka në esencë është familje dhe martesë e lumtur? Po flas në një kohë ku të rinjtë të rejat shumë shpejt po dorëzohen për me majtë familjen bashkume. Një farë forme po heqin dorë shumë lehtë prej asaj që e kanë kriju ndoshta për vite me radhë. Unë mendoj që nëse njëri është shumë i mirë, tjetri mund t'jetë pak i mirë dhe puna kryet. Që thoi keni plak, mos e leni për pak, mos e prishni për pak. Mendoj që duhet bisedohen, çdo gjë duhet bisedohet. Nëse bisedohet gjithçka, nëse mendon ta kesh bashkëshorte, shoqe, kolege, domethënë mundohesh që në çdo moment tjetës, në çdo sferë tjetës ta inkuadrosh ato. Për shembull mos them prej fillimit, po ndoshta gati në fillim, Lulka ka qenë dizajnerën e të gjitha klipet e mia. Domethënë ka qenë fashion dizajnerën e të gjitha klipet e mia. Kështu që unë jam mundu që çdo herë ta kem pranë vetes. Nëse kjo është njëra ndër ato që e the, domethënë partneri jep, atëherë okay, është edhe kjo. Unë por prap mendoj që ajo ka bërë shumë krahasim me unë që kam bërë. Ajo ka bërë jashtëzakonisht shumë. Edhe sot bën shumë. Kujdeset për 2 djemë, ne I kemi 2 djemë, Alteun edhe Arbin. Dhe kujdeset non-stop për ta, është jashtëzakonisht e kujdesshme. Unë mundohem të ndihmoj në atë pjesën time sa të mundem, por ajo është ma multitasking, a? Absolutisht. Megjithatë është edhe ajo është shumë krenare për ty, bile kur I thash Lul, thash një letër, e dilin ta tjetë din që s'jo me këtyre sanëve. Po për hatër tënë ta po e bëj. Kështu që e kemi një letër. Po. Thot Korab, të drejtohem nëpërmjet Adelinës në televizion. Jo pse nuk mundem të t'i them të gjitha këto në një nga darkat e përnatshme në shtëpi, por sepse ashtu unë ndjeva dhe dua të ta them ty para të gjithëve. Të gjithë të njohin si këngëtar dhe unë jam shumë krenare për ty, për karierën që ke ndërtuar, për mënyrën se si te udhëheq famën dhe nuk e lejon fama të udhëheq ty. Është ndër virtytet më të larta që ti e ke. Është ndër ato virtyte që fëmijët tanë rriten duke parë çdo ditë dhe uroj që ta ndjekin ashtu siç të ndjekin ty në shtëpi, sa herë që nuk të shohin në hapësirën e tyre, ashtu siç të kërkojnë me sy në turm me njerëz në aeroport, dhe kur të gjejnë, atë gëzim, e uroj gjithmonë të jetë në zemrat e tyre. Kurse për ne uroj që të vazhdojmë këtë rrugtim të bukur bashkë,
duke mbajtur dorën e njëri tjetrit, edhe atëherë kur zogjt tanë do lënë foljen e tyre që ne kemi ndërtuar me dashurinë më të madhe, edhe atëherë kur sytë tanë do të presin të takojnë sytë e tyre në aeroport. Faleminderit për sigurinë dhe dashurinë e pakusht që na jep çdo ditë e çdo minutë. E dua jetën me ty, Lul Kaqela. Jënë të vërtet, ajo është, Lulka e din edhe pjesën estetike, artistike, din bukur sepse është vetë artiste, është vetë dizajnere modës, është vetë profesoresh e fashion designit, dhe nuk më befason cilësia e fjalëve, edhe shkrimit, edhe ato, po më po më befason se qysh ka pranu mas pari, kjo është e para. E dyta, unë uroj t'i përngjaj aty në fjalëve që ka thonë Lulka. Duke e njohur Lulën, unë e besoj që janë shumë ndjera dhe realisht janë shumë të Absolutisht, atë se diskutoj atë pjesë. Një detaj shumë që më boni përshtypje në letrën e Lulës thotë, kurse ne po uroj që të vazhdojmë këtë rrugë të bukur bashk, duke mbajtur dorën e njëri tjetrit, edhe atëherë kur zogjt tanë do të lënë foljen që ne kemi ndërtuar me dashurinë më të madhe. Pra është interesant kur rap ky cikël i jetës, a? Na sollën në jetë, na rretën, për të na lënë të lirë, me vazhdu edhe me kriju familjet tona, edhe po sjellim në jetë për me i lënë të lirë, me jetu edhe me i kriju familjet e veta. Është cikli i jetës edhe askush s'ka mujtë dhe s'do të mund ta ndryshoj. Është fat i madh që të kesh familje, të kesh fëmijë, nisë kjo prej prindve normalisht. Edhe është fat i madh që të kesh mundësi të bësh diçka për ta, edhe që lësh nesër një rrugë sa do e vogël e shkurtër, por pa probleme. Dhe me thonë, t'ja ushtrosh. Është një farë përgjithësie. Absolutisht nuk pa diskutuar. Nuk është thjesht me sjell dikon në jetë. Absolutisht, për prandaj po them një alon pak rrugën. Edhe po mungon të njerëzit. Është pjesë që asaj që e folim ndoshta në fillim, nuk e di pse jam i bindur që është kohë, është erë, është murlan, është frymë. Vjen e shkon. Problemet tilla sigurisht ka pas edhe para shumë viteve, kanë shku, kanë ardhur prapë. Problemet të cilat nuk rregullohen përsëriten, gjithmonë. Edhe më mendoj që kush e përjeton ndjenjen e familjes e din që nuk ka gjë më të bukur, nuk ka paqe më të madhe në jetë. Se sa ta kesh familjen, ta kesh rrethin, këtu hyn edhe shoqëria, të duhurin, të mirin, dëshirën për me nejt çdo minutë me të. Njerëz të cilët thrasin telefon, thira veç me ta një zonë. Mjafton. Nuk ka, se sot ti ke dikon që ki qef mja një zonë, bësu një anin mo. Ja ke një kur ja ke një zonë. Kish thu, t'ja kësha një veç edhe një herë zonë. Po që aty e ki, thire. Unë një diçka të cilën nuk e dua në këtë kohë, fare, është se kur ma afer se sa në këtë kohë me këta telefona s'kemi qenë, po kur ma larë shpirtnisht s'kemi qenë. Me thonë, e shedhë, o mirë ko ka, ose ja shkru një mesazh, qysh je, mirë, apo shijem, hajde po shijem. Edhe nuk shijesh isi. është një farë, ose qofë për ngushëllim, ose qofë për fest. Thonë është, i ka të mirat edhe të këqijat e veta, normalisht çdo gjë që vjen, por do të më mundu njeriu sa ma shumë me kalu kohë me njerëz të vetë. Me njerëz që i ka afër, me njerëz që i don. Sa ma shumë me kalu kohë. Nuk hub kur gjë.
Nuk hup kur gjë, asë një moment nuk e hup, asë një ma të voglin dëm ose humbje, qoftë kohore, qoftë diçka tjetër, nuk e ke nëse ti takuash me njerëz të cilët të dunë dhe i dënë. Kur njetish. Unë e kam një zakon të mirë që qujtë vetja, që unë i thras njerëz të familje që thash shumë të ata që janë e dinë, unë e kam gjyshën e ndëgjallë, ka 86 vjetë, Nana Fatime, në Mitrovicë. Unë jam një Mitrovice. Edhe më thara sa halon në telefon, edhe flasë, shkoj e shoh, edhe ajo qaq dënë. Që ta e dënë. Me shku me pa, me shku me taku, s'pret kur gjë prej ti e. I ka kryo e njëtë që ka pas. Më të në veç me ta prejkë dorën, me ta puth faqin. Që kjo është të rëndësishmë. Pajtojmë plotësisht krap për në më këthy edhe njerë të këfmit, të rëndësia e familjes është e pa diskutushme, lëmë kush ka fëmijë dhe ka familja kujton, kur Alteo erdhë njët, a e mbonë menda, e kitë frest si memorje, është rritë, po shkon koha shumë shpejt. Po, është e vërtet, Alteo përveç që është rritë. Realisht Alteo ta dha edhe epitetin Bob. është bosa unë e gati. është bosa unë Alteo. E kujtoj momenti kur ka ardhë një jetë Alteo, ishte si, nuk e di, ishte si një bekim, ishte si një dritë që u hapë, më thonë, edhe si fëmi është si fëmi, inshallah e runë Zoti, jo vetëm Alteo për gjithë fëmijët e botës, por është si fëmi, ka një pastërti, si të nonës vete ka. Ka një pastërti, është interesant. Interesant. A arbi është ndryshe. Arbi është shpatësht. Alteo ka një diçka ndryshe. Por, prej atë saj dite kur ka ardhë një deri sot, ai më ka bo që unë me qujt vetën si në çdo moment, me thonë vetët që je në periudhën më të mirë të jetës tane. Je në momentet më të mira të jetës tane. Shfrytëzoj, rrim me të sa më shumë. Ai ka nevojë për ty. Ka nevojë për ty. Alteo është edhe plus është i talentuar, ka talent në muzikë. Edhe mundohem shumë, bile ka njerë edhe te proj, me përkujdesin për të, për me ushtru piano, solfeggio, ndonjë një instrument, gitar, edhe pra jam i lidhur me të në gjitha aspektet, si në aspektin personal që është i pa diskutueshëm, por edhe në pjesën e muzikës. A ndryshoj diçka fakti kur more epitetin Bob? A ndryshoj diçka? Nuk... Se të gratë realisht është interesant, është se një buton që në rëm pak për mënyrën se qysh i percepton gjonat. Edhe nëse ma herët jesh qetësu për diçka të vogël, tash nuk bën fare për shtypje. Nëse ndodh diçka e madhe, ti e mendojnë që duhet me rujt një copë energjie për diçka halomat madhe. Është interesant që është ndrën të gratë. A ka ndodhë të ti si burë, kur je Bob, a ka ndryshu diçka? Se thojnë të babalartë vynë kohë pak, mas pari me perceptuar dhe në njëtë fëmive, mas nej me pranu, tani vjen kjo ndryshimi edhe përgjithësia. Është e vërtet. Unë si njeri jem prej aty në njerëzve që edhe kur gëzohem tamam. Po edhe kur mërzitem tamam. Unë nuk jam prej aty në njerëzve që ndodhë diçka, larga saj, e keqe, edhe unë filloj me qajtë, nuk i zakonisht nuk i bëj ato gjona. Më thonë edhe çdo gjë që bëj, bile me grupin, me orkestrën që jemi, me Dardanin, me Enisin dhe me tjerë, zakonisht ma bojnë, thoi, ty 5 pare si jabë, dhe s'mërzitesh. Nuk është ashtu, unë mrana di që ka heki, por nuk e jabë vetën. Më thonë, saj përket të Alteo, nuk është se nuk
kam dash me dhënë vetë. Po është ky temperamenti edhe ky tipi njeriu i cili edhe në sheja si e don shumë, je zakonisht i lumtur, por që e ke gjithmonë ato që dhe në ftoftsinë në të gjitha gjonat. Në gjitha gjonat. Mos të të kush artist. Mos të të kush artist, po thom tani. Artist e me rujt ftoftsinë. Jo, unë momenti kur nuk e rujt ftoftsinë është veç një moment. Kur? Është kur dalë në skenë. Aty jam, dhe më thonë, e hupi kontrolën. Kërejt korabi. Aty dhe unë nuk kam pike emocioni, është shumë interesant, nuk kam pike emocioni në skenë. Dhe më thonë, problemet më të mëdha e kam para se me dalë në skenë, po kur dalë në skenë, njerës që thojnë publik, mund t'jenë që në koncertin e fundit me Alteun edhe me babin, ishin afër 200.000 veta ishin në koncertin për shqirimtarët në Prishtinë. Edhe pikë emocioni, dhe me thonë, nuk është se nuk dëmë, por e ketë të natyrë, vjen është sikur... As pse po të Alteun aty s'po të emocion? Jo, nuk, asaj s'ka. Edha e ka të njëjtë në sion, edha e s'ka pikë emocioni në s'ke. Dhe me thonë, emocionin e ka të zoni, të trajtimi, të kanga, ato e ka të rashëgu prej me, dhe me thonë, edhe, por kështu në publik, unë mendoj që jam të full me se cilin për tyre. Që ashtu e shoh vete. Shkujnë të fotografia kur zotri Ilir Korabi dhe Alteu, se shumë interesant me i po 3 gjenerotat në skenë valla Korabi. Kjo është kanga kur e kanë incizu Udhët e Gjyshit, kjo është koncerti në Shkup, dhe një njëti ka bo edhe në Prishtinë. Dhe me thonë, edhe janë 2 detaje, se po lidhëm tash të kjo, kërkoj fali. 2 detaje mundi me vrejt e Alteu, e sa i vedishëm është në skenë, nuk e asi. Del, kur të kënoj unë, bën me gisht kështu. Në video mundi me po, dhe kur është pjesa e lirit, bën me gisht kështu. është si një lloj dirigenti. Është shumë i vëmendshëm në skenë, domethënë që emocioni në rrezon poshtë krejt, edhe është në moment që cilën fjalë ka me thonë nuk ka pas nevojë. Alteot me thonë kur të kënon babi ose kur kënon gjyshi, ti ki me hy pastaj. Ose mas refrenit, mas introduksionit, ti ki me hy, s'ka pas nevojë. Alteo është, domethënë aty, me krejt qajnin e vetë është në... Po sa është emocion tret me qenë në skenë? Absolutisht, emocioni jashtëzakonshëm, domethënë është... Besoj, ma emocion se sa për ty ka qenë për zotrin Ilir, a? Absolutisht, absolutisht. Është një emocion i cili ndoshta lutet gjithkush me përjetu, sidomos gjyshrit, me këndu me nipin ose me zhvillu një profesion tyre me nipat e tyre, sepse thojnë shpirti i shpirtit është nipi. Është shumë interesant, Korab, babi 2 dëshirat mëdhoj ka posë në jetë. E para ka qenë me u bu me një nep ose me një mesë dhe e dyta me mbri pensionimin, ju doke shumë interesant. Bile thojke, kur dëgjejke që dikush është shtatzon edhe po buhet gjësh dikush shtatzon, ose për herë parë. Unë ko mu qojke, a? Unë ko mu qojke për i gzimit, është shumë interesant dhe po muj me imaginu mandej qëfar emocioni babi s'mriti me përjetu me pas një nep ose një mes, po muj me paramendu qëfar emocioni është për gjyshin me këndu me nipin, a? E ka thonë disa herë që knatësinë e vërtet e njën kur e qetë në qafë të nëzinë qafë. Kur e qetë vogë në qafë të nëzinë qafë. Këta e majnë menë, kur nuk e di në duket një intervista, po në muhabet kështu në diskutim shoqëror, por të jesh, të mbrish kohën kur nipi të këndon dhe këndon për karrierën tonë, për ty. Udhët e Gjyshit është një këngë e cila është e krijuar diku në vitin 94-95, edhe është e kënduar për me Udhët e babit, pastaj unë si ide e mora dhe bëna Udhët e Gjyshit. Edhe doli shumë interesant, dhe njerëz të pëlqyen jashtëzakonisht shumë, për vetë faktin se ishte komunikimi gjysh dhe nip, dhe trajtimi ajo përmallimin në aspektin pozitiv,
Ajo dëshira e tij edhe ajo që ashtu e pa nipin e vet duke kënduar në skenë. Dhe njerëzit e kanë vërejt, sepse publiku i vren gjitha. Publiku i vren gjitha. Është vërtet, është emocion që përcillet pastaj. Për te kësaj korab fillon shpejt sezona, ka fillu. Po më duket kështu Veç ka fillu. Jam më trolla eventet, po ka fillu sezona. Qysh do t'jetë kjo verë për ty? Edhe kjo verë besoj pranë familjeve, pranë publikut? Pranë publikut në shumë evente, do t'jemi si çdo verë tashmë është bo rutinë. Kjo prej qershorit deri në fund gushtit jemi të angazhuar unë bashkë me Dardanin dhe me Enisin, jemi bashkë në gati thuaj çdo event. Dhe për mua është një hapje e horizontit të dalum pak prej studios, kënaqësisë tjetër që është përveç kënaqësia e krijimit edhe e interpretimit. Bile jam të e vrejt kohëve të fundit që po jam shumë më i se unë të kam tregu më duket. Nuk e di a kemi pas, unë s'kam dashur më bëj këngëtar. Se kam pas kështu si. E di. Po tash po më kalon kjo koha që më shumë po kam qef me interpretu se sa që po kam qef me punu në studie. Në është ajo kënaqësia para publikut që nuk ta pagun kush. Ajo është nuk ka çmim ajo, do të thonë. Publiku me kënu bashkë me ty, me u kënaq bashkë me ty, me çajt edhe me qesh bashkë me ty, do të thonë është diçka madhështore, diçka hynore. Edhe po më duket se në këtë kohë tash po kaloj pak du me avlon disa trive dhe trejave tash në studio me vazhdu punën, me punu edhe me marrë me këtë pjesën të aspektit. Mirë bën, Korab, definitivisht mirë bën. Unë e po gëzona ate për shumë që ti momentalisht je duke punu. Muna me thonë, mund dëgjova pak diçka? Dëgjova pak diçka prej asaj që është të punu Korabi edhe u gëzova te për shumë. Vazhdojnë me sjell qato kongë që kanë me qenë, unë e të thëmë përjetshme, kanë me ndëgju edhe pas shumë vitesh, po shumë mirë që po kthehesh tek publiku. Ti bile ka njëna ndër kërkuset më të mëdhaja prej shoqeve dhe kolegëve që ke thonë çka je të bo pse s'po bën kohë. E kemi diskutu me ty dhe me Drinin. E kemi diskutu shumë herë, amo që deri sa të vendos kënë kokën e vetë, këtë është. Ta shasirë që të ish. Amo mirë që e ke vendos. Për mos një me të bërë që atyre që nga kanë ku krejtë në fillim, që shi ke hup që ato 14 kila? Prap me lullëkër. Për ma pak se 2 muj, adin 14 kila, jo në këtë Me lullën prap, dhe me thonë, nevoja për me undi ma mirë, edhe për me qenë se me thonë, model në skenë, edhe si njëri, mos me pas probleme, ne po shkojmë ka vitet, po mushën vitet, kështu që duke unisë për këti aspekti kemi vendosë që me bashkarisht. Me ndru menyn, a? Me ndru menyn edhe me marë pak ma shumë me ushtrime, me marë pak ma shumë me trajtim të mendimit mas pare. Me bo lifestyle, në është ta ma mirë me e thonë. Absolutisht, po. Mendim, me ndru. Po, gjithë shka që është në aspektin që është, si me thonë, bio, tu për kujdes tu i ka i përdorë të gjitha sezonalet, edhe pas sezonaleve tu marrë me gjonat detit, tu hangër gjonat detit. Unë për veti, mas shumëti. Unë i du ashtu gjonat detit shumë, kështu që me gjonat detit nuk ka. Dhe të pohanë salata edhe ushqime deti. Salata, sup, salat, ushqime detit, sup, salat, ushqime detit. 14 kila për ma pak se 2 muj, super. Preke hunë. Korab, knaqësi shumë e madhe që u takun, knaqësi për musoher takohëm, jo veç në studio televizive, po të rej një sezon sa më të mirë, edhe përshpresoj shumë që edhe pse nuk dyshoj, po urej që projektet e tua me shku sa ma mirë mëndshëm edhe një farë forme me unë gjizë me publikun. Falemderit shumë. E knaqësi gjithmonë, falemderit edhe unë jam shumë i lumtur që të kam shoqe mësë pari. Edhe dyta që je një prej gazetarëve më të
dalluara në skenën showbizin shqiptar. Faleminderit shumë. Kënaqësi.